të sapo udhëzuarve njerëz të tjerë ju thonë që nuk ka pendim për juve dhe fillojnë tua përmendin vepra që i kanë bërë në të kaluarën. Si duhet ta të përballen me këtë situatë? Po, kjo pyetje është me rëndësi të trajtohet, posaçërisht në rrethanat tona, për arsye se vërtet njerëzit apo themi një numër i njerëzve, jo të gjithë, karshit të tjerëve nuk janë korrekt edhe kanë paragjykime. Prandaj nëse e shohin një, po e them kushtimisht, një djalë të ri apo një person i cili ka pas një të kaluar jo të mirë, është vrejt apo është parë me punë të këqija, dhe njerëzit e kanë marrë një opinion për atë person se është një njerëz që mirret me punë jo të mira. Dhe nëse ky njeri ndryshon dhe i kthehet rrugës së Zotit të Madhërisëm, këtu fillojnë paragjykimet e njerëzve se ky tash deri dje ka qenë kështu e ashtu e ku ta di unë, tash dëshiron me ardh në xhami apo i bën këto vepra dhe vrehet në syrin e tyre një lloj nënçmimi apo një lloj mospranimi të këtij ndryshimi. Mirë, po kjo nuk duhet t'i shqetësoj ata njerëz që bëjnë kësi ndryshime, po them kushtimisht radikale në jetën e tyre, për arsye se në fakt ajo se vlerësimi një personi se është i mirë apo është i keq apo i pranohen vepra apo nuk i pranohen veprat, me një fjalë pendimi apo jo, themi se kjo nuk është në duart e njerëzve dhe nuk është në diturinë e njerëzve. Prandaj edhe në Islam nuk ka ndërmjetësues në mes të njeriut Zotit, nuk ka ndërmjetësues sikurse që kemi në fe tjera. Po e them pa nënçmim, sikurse tek feja krishtere, që nëse njeriu dëshiron me i fal mëkatet, duhet shkojë dhe të rrëfehet tek prifti, pastaj prifti me një lutje apo disa lutje ose disa kërkesa që i bën besimtarit të tyre, i thotë se tani të janë falur mëkatet. Në Islam kështu nuk ka. Edhe kur njeriu dëshiron të drejtohet me lutje Zotit të Madhërisëm, qoftë për falje, qoftë për udhëzim, edhe këtu nuk lejohet ndërmjetësimi sikurse që ekziston në fe tjera, po e tër lidhja bëhet në mes të krijesës dhe krijuesit në formë të direkte, secili individualisht, jo me ndërmjetësime. Prandaj kjo është një veçanti e Islamit, e cila në fakt e bën edhe më specifik dhe më të veçantë këtë fen ton, për arsye se është një fe e cila nuk kushtëzon që pëlqimin respektivisht refuzimin e dikujt nga krijesat që njeriu t'i afrohet Zotit Madhërisëm apo të largohet prej tij. Prandaj themi që nëse një çështja e pendimit dhe mospranimi apo respektivisht mospranimi të pendimit nuk është në duart të njerëzve, është në dorë të Allahut të Madhërisëm. Dhe për të realizuar kjo, nuk duhet që të dëshmoj dikush nga njerëzit apo të ndërmjetësoj apo të bëj një veprim dikush tjetër nga njerëzit, po e tëra çfarë kërkohet është që ky vetë penduesi të kërkoj falje tek Allahu Madhërisëm me një sinqeritet të plot nga zemra e tij, pastaj vazhdimisht ta ndi veten e tij pishman, po them me gjuhën e popullit, do thotë keqardhje për ato vepra të cilat i ka bërë dhe udhëzohet pas kësaj, e ndryshon mënyrën e jetës, kështu që nëse në të kaluarën ka bërë vepra të këqija, pastaj i bën vepra të mira, atëherë të gjitha këto janë gjëra të cilat aludojnë se vërtet ky njeri ka ndryshuar dhe është i falur tek Allahu i Madhërisëm, dhe edhe nëse flasin të tjerë diçka apo mund të paragjykojnë, kjo nuk nënkupton se ai person është fal tek Allahu i Madhërisëm apo nuk është falur. Për arsye se është diçka që ka të bëjë vetëm direkt në mes të vet këtij penduesit edhe Allahut të Madhërisëm dhe jo me njerëz tjerë. Megjithatë, ndoshta këtë po e bëj si një vërejtje apo një këshillim për ata njerëz të cilët ndoshta ndryshojnë mënyrën e jetës dhe bëhen musliman të mirë, të kenë kujdes në qasjen që ua bëjnë të tjerëve, të jenë të thjesht, mos tregojnë arrogancë qoftë në praktikën islame, mos të jenë shumë kritikues apo qortues ndaj të tjerëve që gjithashtu janë neglizhent në mësimet islame e kështu me radhë, por të mundohet të jap një shembull të mirë, posaçërisht në fillim të udhëzimit të tij, një kohë mjaft të mirë që ai ta dëshmoj veten e tij, për arsye se nëse don me qenë me lut një rol pozitiv në shoqërinë në cilën jeton, atëherë duhet ta thej
t'i thej këto paragjykime që mund t'i kenë njerëzit të cilët e njohin, dhe pas një kohe të caktuar kur ky e dëshmon seriozitetin e tij, e dëshmon se këtë rrugë të cilën e ka zgjedh nuk e ka zgjedh vetëm si një, po them kushtimisht, një lloj aventure apo një lloj prove që është duke bërë, por është një zgjedhje të cilën e ka bërë me vetdijen e tij, një zgjedhje të cilën e ka bërë pas një bindje të cilën e ka fituar dhe pas një pendimi të sinqert që e ka bërë ndaj Allahut të Madhërisëm, dhe nëse këtë e dëshmon për një kohë, pastaj edhe në çështjen e këshillimit të tjerëve që ndoshta janë neglizhent e kështu me radh apo çortimin e kështu me radh, atëherë kjo mundet me pas efektin e tij. Kurse në fillim duhet me pas kujdes njeriu për arsye se njerëzit janë paragjykues edhe menjëherë nuk do të jenë të gatshëm në asnjë formë të pranojnë ndonjë këshill prej dikujt i cili ndoshta, po e them kushtimisht, deri dje ka qenë në një rrugë jo të mirë, tash sot apo dje apo para disa ditësh udhëzu apo para disa muajve, po e them kushtimisht edhe para disa viteve, dhe të jetë këshillues për të tjerët. Zoti di më së miri.